Me ftyrë i Shkodrës Imam Muhamet Sytari mbajti hutbe në Xhumas nga Xhamia Plumbit. Është bërë traditë tashmë mbajtja hutbes në vendin ku u mbajt hutbeja e lirisë 35 vite më parë pas rikthimit të lirisë së besimit në Shqipëri. Një nga komponentet më të rëndësishëm të lirisë së njeriut është liria për të besuar, theksoi Muftiu Sytari përpara besimtarëve të shumë që morën pjesë në faljen e Xhumas në Xhaminë e Plumbit. Sot jemi 35 vite pas një ngjarje të shënuar, ma e madhe ngjarje historike e kombit shqiptar gjatë këtij shekulli. Nuk gaboj nëse e them një gjë të tillë, sepse të gjitha ngjarjet dhe historitë e kombit kanë vlerën dhe peshën e tyre. Ndërsa ajo kur një popull i tan ngrihet në kam për t'u ndarë nga errësira e pemohimit dhe ateizmit, dhe vjen për t'u bashkuar të gjithë së bashku pa asnjë lloj dallimi, për lirinë e tyre, për lirinë e besimit të tyre. Pa tjetër që ajo ngjarje dhe ajo ditë është ma e shënuara ngjarje dhe ditë e historisë së kombit. Imami Sytari u ndal edhe tek sfidat që kanë sot besimtarët musliman. Sfida e jonë sot, të dashurit e mi, në këtë atmosferë të begatë të këtij 35 vjetori, është me shiku përpara. Me shiku përpara dhe me ndërtu këtë pjesë të jetës që na ka ngel, dhe me lanë amanetet tona për fëmijët tanë të pranishëm dhe ata që vinë. Ajeti kuranor, ku Allahu Azza wa Jall urdhon të thotë: "Men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba." Kushdo për jush, mashkull apo femër, që vepron vepra të mira, pra është në rrugën e hakut. Patjetër që ne falanuhyiyannahu, patjetër në mënyrë kategorike, që ne do t'i japim atij një jetë të mirë dhe të begatë. Ai bëri thirrje e rinisë për të rritur shkallën e njohjes së të shkuarës, me qëllim që ajo të mos përsëritet më kurrë.